A ka komunikim, apo ndikon familja? Apo mundohen familja ndoshta edhe me i afru pak a shumë fëmijët kështu, ë? Është e vërtetë që familjarët janë kategorik që të rinjët të mbajnë komunikim të ngushtë me kosovarët, me familjet, me të afërmit, me të gjithë njerëzit në rrugë, kudo që janë me u sjell mirë, jo me tregu veten se je dikush që je jashtë, se je jashtë nuk do me thonë tash që je te ku me ditë kushe. Larg asaj, ne jemi të gjithë të barabartë, pa marrë parasysh ku jemi. Mirë po, rinia e jashtët është pak e distancune, nga se edhe këto brenda jashtë, edhe këto janë të distancun me tjerë njerëz, ta janë shumë Edhe në mes vete po thua atje. Edhe në mes vete, është e vërtetë. Se po ndodh kjo? Nuk e di, ndoshta rrjetet sociale. Po të paktën me familjarët duhet jenë më të ngushta, raportet. Janë më të ngushtë, janë mirë, po rrjetet sociale me të vërtetë na kanë bërë pikë 5. Veç kur të ka diçka me rëndësi, bashkohëm, flasëm, për ndryshe se cili me telefona, me rrjete, me gjana ndryshme, e kur jemi të tema, kur këta ndërmjet vete nuk mund me pas një komunikim që shdohet, si mund të kenë komunikim me Kosovë, nga se është si shkaktar është edhe gjuha pak, nga se fëmijët që kanë lindur këto, e flasin gjuhën shqipe, por jo si kur ne që kemi linë Kosovë dhe jemi rritë, edhe paka shumë edhe ngushtohen, ju vjen keq, pastaj ata po qeshin me këta, kur po bojnë gabime kështu që pastaj po janë më të distancun. Se jo diçka tjetër nga mendje mastia, apo diçka tjetër se ne pipresëm hasret, pushimet me onë Kosovë më knash. Na qëto pushime, pse quhet pushim, me ardhë, më knash, me kejre, me ndete, me... Po pra, me ba qef, po pra, jenë vendin tënë. Me ba qef, e jo për mendje mastisë, për shembull që të dikush, jo me kejre, jo me roba, jo me frizura, jo me shka përdijone, larga asaj. Shqyqysh zotit edhe në Kosovë ka në mrinjë, rinia, ka necë për para, dhe gjithë një janë kështu në hapa të mëdhaj me këta të jashtit, kështu që nuk duhet bëjmë dallime. Ne duhet të luftojmë, të bashkojmë, të flasim, të komunikojmë ndërmjet vete dhe mos të harrojmë njëri tjetrin kurrë dhe të kalojmë gjithmonë bukur e sa më mirë. Zotër Milazem, faleminderit shumë. Përshëndes shumë. Përshëndes, faleminderit për tema të mira dhe punë të mbarë. Shumë faleminderit. Përshëndes ty dhe gjithë familjen.